Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Rozmarina, bima që ka çuditur mjekët, shëron pothuajse çdo sëmundje. Qytetërimet e lashta të Egjiptit, të Romës dhe Ilirisë e konsideronin në rozmarinën një barishte të shenjtë. Rozmarina ka një shije dhe një aromë krejtësisht të pashoq. Gjithashtu emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të anvisave shqiptare. Përdoret që në qytetërimet të lashta dhe e konsideronin rozmarinën si një barishte të shenjtë. Në mesjetër rozmarina besohej se kishte aftësi të mëdha në ndezjen e dashurisë mes një mashkulli dhe një femre. Ajo përdorej qërsisht në përdasma dhe në ceremoni. Rozmarina dhe vlerat e saj shëndetësore. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën tuaj dhe është e pasur me ushqyes tepër të dobishëm për organizmin. Konsumi i rozmarinës përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin tuaj të gjakut në tru dhe në rritjen e përqendrimit. Vetëm një vit më parë, shijet e vajit esencial të rozmarinës pësuan një rritje të 4-fisht pas studimeve shkencore sipas të cilave kjo bimë përmirëson kujtesën dhe falë shijes së tij, u bë e mundur rritja e kërkesës së këtij vaji për të blerë nga konsumatorë të ndryshëm anë mban botës. Gjithashtu, rozmarina mbetet një nga bimët me cilësi më të veçanta dhe blerjet u përqendruan kryesisht në radhët e studentëve të cilët kishin një sezon provimesh dhe kërkonin që të kishin një kujtesë sa më të mirë. Shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon dhe gjallëron aktivitetin në tru. Jo më kot në Greqinë e lartë studentët arrinin të mbanin kurora rozmarine në kokë gjatë studimeve. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur prej shekuj edhe për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmën dhe gjithashtu artritin. Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënjes së flokëve dhe kundër thinjave. Vaji dhe gjithashtu çaji i saj janë përdorur edhe për të stimuluar nga ana tjetër rritjen e flokëve dhe gjithashtu parandalojnë rënjen e tyre. Si të përgatisni çajin e rozmarinës? Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një filxhan me qumësht, një degë rozmarinë të tharë ose edhe një lugë gjelle me rozmarinë të thatë dhe një lugë çaji me mjaltë. Ndajini degën e rozmarinës dhe copëzat, hidhini në një tenxhere me qumësht dhe lëreni që të zjeni së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të qëndrojnë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave ju duhet që ta përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypeni copat e rozmarinës me lugë në mënyrë që të lëshojnë një aromë të fortë dhe të çlirojnë vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji do të jetë gati. Rozmarina është një bimë e cila mund të rritet lehtësisht në shtëpitë tuaja sepse ka nevojë për pak përkujdesje. Si të rrisni rozmarinën në shtëpi? Kur të vi pranvera, merrni një degë rozmarine dhe vendoseni atë në një vazo të vogël. 2/3 e vazos duhet të jetë mbushur me rërë të trashë dhe 1/3 me plehun organik. Vendoseni vazon në një vend me dritë në një vend të ngrohtë derisa degët të fillon edhe të zënë vend. Ky proces zakonisht zgjat për 3 javë. Ujiteni rregullisht dhe mbajini ato në një vend të ngrohtë. Sapo fidanët të kenë zënë në rrënjë, atëherë ju mundet që t'i zhvendosni ato në vazo më të mëdha në kopshtin tuaj. Rozmarina kërkon ujitje mesatare dhe gjithashtu asaj i pëlqen uji i shiut. Ajo është një bimë tërësisht e lumtur që lulëzon
në temperatura të ngrohta si edhe të ftohta, buzë malit, por edhe detit. Kur ajo të rritet, mblidheni rozmarinën sipas dëshirës dhe më pas shkurrja do të vazhdojë të rritet dhe të prodhojë sipas dëshirës. Duke qenë se rozmarina është një bimë e përhershme, frytet e saj do t'i shijoni gjatë gjithë vitit. Rozmarina mundet të ndihmojë në mbajtjen e trurit të shëndetshëm. Rënja kognitive, e cila ndodh kryesisht me kalimin e moshës, mendohet se shkaktohet pjesërisht nga dëmtimi i qelizave të trurit nga radikalet e lira, molekula të dëmshme të cilat gjenden në mjedisin ton, ushqim dhe madje të çliruara nga sistemi ynë imunitar. Studimet tregojnë se acidi karnozik dhe acidi rozmarinik, fitokimikate që gjenden në rozmarin, munden që të ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira dhe shkencërisht besojnë se kjo mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në mbajtjen e trurit tuaj sa më të shëndetshëm. Mundet nga ana tjetër që të përmirësojë kujtesën. Humbja e kujtesës lidhet gjithashtu me plakjen e trurit ose edhe dëmtimin nga stresi oksidativ. Përsëri besohet se antioksidantët e rozmarinës ndihmojnë në luftimin e këtij dëmtimi dhe gjithashtu ata mbrojnë nga humbja e kujtesës. Rozmarina ndikon edhe në luftimin e sëmundjeve të ndryshme, përfshirë edhe sëmundjet e trurit. Mund të ndihmojë tretjen. Një nga arsyet që rozmarina kombinohet tradicionalisht me mishin e qingjit është sepse mendohet që e stimulon mëlçin për të prodhuar lëngje biliare, e cila e ndihmon trupin ton që të tresi yndyrrat. Studimet e fundit të kryera në minj kanë treguar se ekstrakti i rozmarinës mundet gjithashtu që të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit në traktin tretës, gjë e cila sugjeron që mund të jetë edhe e dobishme për njerëzit nga sëmundje inflamatore të sindromës së zorrës së irrituar. Mundet gjithashtu t'ju ndihmojë edhe të qëndroni sa më vigjilent. Jeni në sezon provimesh apo keni një udhëtim përpara, për të mos ndjerë përgjumje provoni që të nuhasni vaj rozmarine. Një studim i kryer mbi infermierë që punonin në turn të natës zbuloi se grupi që ju dha një pikë vaji esencial rozmarine për të thithur ndihet gjithashtu më pak i përgjumur dhe më vigjilent. Mund të ndihmojë edhe në luftimin e erës së keqe të gojës dhe sëmundjeve dentare. Fitokimikatet në rozmarin besohet se kanë një efekt antibakterial, të cilat munden që t'ju ndihmojnë në përmirësimin e erës së gojës. Gargara me një përzierje të ujit të ngrohtë me një pikë vaj rozmarine thuhet se ndihmon në mbrojtjen kundër problemeve të tjera si prishja e dhëmbëve dhe gingiviti. Një studim në të cilin njerëzve ju kërkua të përdornin një pastë dhëmbësh e cila përmban ekstrakt të rozmarinës zbuloi se grupi që përdorte pastën e dhëmbëve me rozmarin kishte më pak gjakderdhje të mishave të dhëmbëve. Gjithashtu mundet të ndihmojë në lehtësimin e stresit, ankthit dhe depresionit. Disa studime kanë treguar se fitokimikatet të quajtura polifenole në rozmarin kanë veti antidepresive dhe kundër ankthit, prandaj thithja e vajit të rozmarinës rekomandohet si një trajtim për stresin. Mekanizmi me të cilin funksionon nuk është kuptuar plotësisht, por disa studime sugjerojnë se ndihmon në uljen e niveleve të hormonit të stresit, kortizolit dhe rritjen e niveleve të hormonit të ndjenjës së mirë, dopaminës në trup. Mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në mbështetjen e sistemit imunitar. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.